Kryetari i grupit negociator të detit 2009 nuk pyet as kryetarin e grupit negociator të detit 2018 Armand Skapi, që e ka në krah. Nuk e di, thot zoti Hoxha, nëse Greqia po kërkon në zonën e kontestuar detare. Të mos e dish është pa aftësia dhe pa përgjegjshmëria jote. Në vitin 2015, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka bërë not proteste për një rast të ngjashëm. Greqisë dhe kompanisë norvegjeze. Armand Skapi ka qenë drejtori i traktateve. Mund të bëhen kërkime dhe po pati rezultatet do të bëhen të ditura, thot zoti Hoxha. Po Greqia me Turqinë dëshvajti në luftë për kërkimet në zonat e pa delimituara në vitin 2019. Biles Greqisë i vajti në ndihmë edhe aeroplan mbajtësa franceze Charles de Gaulle. Pasi të dalin rezultatet, do të ndahen në mënyrë të barabartë, thot zoti Hoxha. I ndave ti si kryetar grupi në mënyrë të barabartë në 2009, po ta rrëzoi gjykata kushtetuese. Armand Skapi në krahun tënd të djathtë me grupin negociator të 2018-s, i ndau në mënyrë të drejtë. Zoti Hoxha, nuk ka legjitimim më të mirë të marrëveshjes së vitit 2009 që e drejtove për 2 vjet, se sa një vendim i Hagës, se është i detyrueshëm dhe nuk ke ku ankohesh më, dhe kështu vendimi i gjykatës kushtetuese kthehet në letër pa vlerë.